إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Falënderimi takon Allahut subhanahu wa taala, ata e falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet dhe selamet tona ja dërgojmë dashurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve tij dhe gjithë atyre që pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar, jemi së bashku në hijen e serialit Pastruesit e mëkateve, pastruesit e gabimeve, pastruesit e gjunaheve tona. Përderisa secili prej nesh është gjunahçar, përderisa secili prej nesh është mëkatar, është shumë e rëndësishme që ne të ndalemi dhe të jetojmë me gjitha ato zgjidhje, me gjitha ato shkaqe, me gjitha ato mundësi që na i mundsoj dhe na i dhuroj Allahu Azza wa Jall që ne t'i pastrojmë gjunahet tona. Dhe elhamdulillah, elhamdulillah që Allahu Azza wa Jall na la zgjidhje që ne pas gjunaheve që i kemi bë, ndoshta me vite të tëra, ndoshta kohë të gjatë, megjithatë të kemi mundësi ato gjunahe t'i lam këtu, ato gjunahe t'i lam në dunja, ato gjunahe mos t'i marim me vete dhe mos dalim para Allahut Azza wa Jall me ato gjunahe të jenë për neve si kur ne nuk i kemi bë fare ato. Për çfarë arsye janë pastruar, për çfarë arsye janë shlyer, janë fshirë ato gjunahe dhe në ditën e gjykimit del njeriu, del besimtari, gjunahe që i ka bë nuk i gjen, i ka pastruar prej në dunja, elhamdulillah. Kemi përmendur disa nga pastruesit të cilët i pastrojnë gjunahet tona, siç është agjërimi për hir të Allahut Azza wa Jall, pranimi i Islamit të atij i cili nuk ka qenë musliman, të cilit Allahu ja pastron, ja fshin gjithë të kaluarën, pastaj abdesi që njeriu në momentin që merr abdes, gjatë marrjes së abdesit me rënien e pikave të ujit të abdesit, gjithashtu bin edhe gjunahet e tij nga pjesët e trupit të tij. Gjithashtu namazi i cili falet për hir të Allahut Azza wa Jall, gjatë namazit njeriut i bin, i pikojnë gjunahet e tij, derisa tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk e ban njeriu një sejdë, çdo sejdë që e ban përveç se Allahu Azza wa Jall i ngrit një shkallë dhe ja fshin një gjunah. Pra njeriu gjatë këtyre ibadeteve, njeriu gjatë këtyre mundësive të cilat i realizon në dunja, gradualisht pastrohet derisa ka mundësi që të del para Allahut Azza wa Jall pa gjunahe fare. Megjithse ai është në esencë gabimtar, megjithse ai është në esencë gjunahçar, mirë po ka mundësi që të del para Allahut i pastër pa gjunahe.
Pasi kemi përmendur pastruesin e rëndësishëm i cili nuk ndahet nga jeta e besimtarit, është i lidhur çdo herë, çdo ditë, nuk ka ditë që mund të ndahet besimtari nga ky ibadet siç është namazi. Pas namazit ne përsëri do të jemi rreth tij, afër namazit, në lidhje me disa namaze tjera, të cilat gjithashtu hin në një pastrues i cili është i gjerë, i madh, ku hin besimtari dhe pastrohet nga shumë mëkate. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e njohur tha: a e keni pa sikur dikush ta ketë para derës së tij, para shtëpisë së tij një lum, sikur dikush ta ketë para derës, para shtëpisë një lum i cili rjedh, nuk ndalet dhe është i thellë, hyn njeriu në të dhe pastrohet 5 herë në ditë. A do t'i ngelin ati njolla pa pastërti në trupin e tij? Than jo ja Rasulallah. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kështu është shembulli atij i cili falet 5 herë në ditë. Siç pastrohet ky në ujë, ashtu pastrohet shpirti i besimtarit me namaz. 5 herë në ditë pastrohet nga gjunahet e ndryshme. Andaj namazi luan rol të rëndësishëm në jetën e besimtarit. Në mesin e shumë namazeve të cilët i pastrojnë gjunahet tona, është edhe një namaz i cili është obligativ, i cili është farz, i cili është i rëndësishëm, i cili është një herë në javë, që ne sot e kemi falur një namaz të tillë, namazi i xumas. Namazi i xumas është një prej namazeve që nëse njeriu e fal, pastrohet nga gjunahet e tij. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "As-salawatul khams", 5 kohët e namazit, prej një namaz deri te namazi tjetër, prej një namaz deri te namazi tjetër, 5 kohët e namazit vazhdimisht. Wal jumu'a ila al jumu'a, dhe gjumaja deri në gjuma, namazi i gjumas deri në namazin e gjumas. Wa Ramadan ila Ramadan, dhe Ramazani deri në Ramazanin tjetër, janë pastrues të gjunaheve nëse njeriu largohet nga gjunahet e mëdhaja. Pra nëse njeriu gjatë jetës së tij, gjatë kohës së tij, nuk pi alkool, nuk vjedh, nuk merret me kamat, nuk merret me bigjoz, nuk mbyt dikant pa hak, nuk bën zina, nuk bën gjunahe të mëdhaja, ka gjunahe të tjera, namazi deri në namaz i fshin, gjumaja deri në gjuma i fshin, Ramazani deri në Ramazan i shlin ato gjunahe. Ndërsa në një hadith tjetër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: kush merr gusl ditën e gjuma, kush merr gusl ditën e gjuma, parfymoset, i vesh teshat më të mira, pra bëhet gati siç është më së miri për në gjuma, merr gusl, parfymoset, i vesh teshat më të mira, më të reja, më të pastra, më të bukura dhe del në xhami. Qëndron në xhami mirë, po nuk ec mbi kokat e njerëzve dhe nuk bën zhurmë, qëndron i qetë i heshtur kur imami e mban hutben, ligjëratën e xumas, përveç se Allahu azza wa jall i afal, i pastron gjunahet e një jave. I pastron Allahu azza wa jall gjunahet nga e xumaja e kaluar. Në një transmetim edhe 3 ditë shtesë. Por çfarë arsye edhe 3 ditë shtesë? Nga se për çdo të mirë që e ban besimtari shpërblehet me 10. Kush e ban një të mirë e ka shpërblimin sa 10. Nga gjumaja deri në gjuma 7 ditë, edhe 3 ditë shtesë janë për atë i cili e fal namazin e gjumas. E ka këtë shpërblim ai i cili e fal namazin e gjumas nëse i plotson këto kushte. Cilat kushte? Nëse zgjohet më herët, bëhet gati, pastrohet,
parfymoset, vishet bukur, vjen në xhami. Mirë, po kur të vjen në xhami, i kërkohen atij dy gjëra. Cilat janë ato? Mos të hyp mbi kokat e njerëzve në një transmetim mbi qafat e njerëzve. Kush është ai? Ai i cili vjen i fundit. Ai i cili vjen i fundit në xhuma, ama don të dali i pari. Xhamati është radhit në safin e parë, në safin e dytë, në safin e tretë, kanë ardhur njerëz herët ta falin xhuman dhe dikush vjen në momentin e fundit. Nuk ka problem, vjen në momentin e fundit dhe ulet dikun. Mirë po, vjen i fundit, pastaj e kalon një saf, i largon njerëzit, e kalon një saf tjetër, mbi kokën e filanit, mbi shpinën e filanit, duke hyp një nga një, duke i larguar njerëzit të mrin në safin e parë apo në safin e dytë. Ja. Ai i cili vjen më herët dhe nuk hyp mbi kokat e njerëzve, vjen më herët në safin e parë, të dytë, të tretë e kështu me radhë. Ai i cili vjen më herët një dhe i cili qëndron i qetë dy. Gjatë kohës së hutbes nuk i dëgjohet zani. Gjatë kohës së hutbes nuk flet me askand. Gjatë kohës së hutbes është i koncentruar dhe e dëgjon fjalën e Allahut, fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për ndryshe, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, ai i cili flet në kohën që imami është duke mbajt hutben, ai i cili flet i fshihet shpërblimi i namazit të xumas. Tha edhe nëse i thot dikujt hesht. Dikush flet dhe dikush tjetër i thot hesht. Edhe nëse i thot hesht, e hum shpërblimin. Pra ai i cili vjen në xhuma, vjen herët. Ai arrin këtë shpërblim. Në hadithin tjetër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, ai i cili vjen në ditën e xhuma, në fillim herët e ka shpërblimin sikur ta ketë therr kurban një deve. Me lajket që ndrojnë të dyert e xhamis dhe i regjistrojnë besimtarët. Filani i biri filanit erdhi në xhami, e ka shpërblimin sikur ta therr kurban një deve. I dyti, pak më vonë, sikur ta therr kurban një lop. I treti, pak më vonë, sikur ta therr kurban një dele dhe ta jep sadaka mishin e saj. I katërti, sikur ta therr një pul dhe i fundit, sikur ta jep një vezë sadaka për hir të Allahut azza wa jall. E kur imami të fillon hutben, me lajket i mbyllin fletoret dhe ulen edhe dëgjojnë. Pra ai i cili arrin këtë shpërblim është ai i cili vjen më herët në xhuma, qëndron i heshtur i qetë në xhami, e fal namazin me koncentrim, ai e arrin këtë shpërblim tek Allahu azza wa jall. Pra namazi i xumas është nga pastruesit e shumë gjunaheve tona. Gjithashtu, gjunahet i shlin, i pastron gjunahet e besimtarit, namazi i natës. Namazi i natës është pastrues nga shumë gjunahe. E sidomos në Ramazan. Sidomos në Ramazan, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, men qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kush falet natën në muaj të Ramazanit me iman, besim në fjalën e Allahut, në urdhrin e Allahut, në shpërblimin e Allahut, wa ihtisaban, me shpresë që do të arrijë atë shpërblim, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allahu azza wa jall i afal atij gjunahet e kaluara. Ai i cili falet natën në Ramazan. Gjithashtu tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, faleni namazin e natës, nga se kjo është rruga e muslimanëve të mirë që kanë qenë para jush. Me këtë njeriu afrohet Allahu azza wa jall, largohet nga gjunahet dhe Allahu azza wa jall nëpërmjet namazit të natës i afshin njeriu gjunahet.
Pra njeriu i cili falet, besimtari i cili falet namaz nate, namazi i natës është shkak, është sebeb, është mundësi që besimtari t'i bin, t'i pastrohen gjunahet e ti. E sidomos në Ramazan, që ne në Ramazan e falim teravin së bashku në gjitha xhamit, në xhami falet teravia dhe ky është namaznate. Çka është namazi i natës? Namazi i natës është çdo namaz vullnetar i cili falet pas namazit të jacis deri para namazit të sabahut. Fal namaz nafile natën. Çka fal? Namaz nate. Prej pas jacije dhe teravia gjithashtu është namaz nate. Dhe ti fal teravi në momentin që ti fal teravi e ke arrit këtë shpërblim. Cili është shpërblimi? Kush falet natën në Ramazan. Pra këtu hin kush e fal teravin në Ramazan me iman dhe me shpresë në shpërblim, Allahu ja fal ati gjunahet e kaluara. Pra falja e teravis, megjithse nuk është obligim, megjithse nuk është farz, megjithse njeriu nëse nuk e fal, nuk ka gjunah para Allahut Azza wa Jall. Mirë po ka hum shumë. Mirë po e ka hum shpërblimin. Mirë po nuk e ka marr atë që i takon besimtarit e sidomos në Ramazan. Mezi se e kemi prit Ramazanin. Sa për njerëzve tonë nuk e kanë mri. Kanë qenë gjallë para 1 muaj, 2 muaj, 3 muaj. Në Ramazan si janë gjallë. Ose janë gjallë, po nuk munden. Nuk kanë mundësi edhe në xhami me dalë. Sa për njerëzve janë në spitale, në përvende të ndryshme, nuk kanë mundësi mu falë. Ti e mrine, ta mundësoj Allahu e mrine. Elhamdulillah. Ki shëndet, ki mundësi, i ki gjithat mirat. Nuk e ki obligim. Mirë po, nëse qëndron edhe falesh, shpërblimi është i madh. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, ai i cili qëndron me imamin deri në fund. Mirë, po kjo kërkon vendosshmëri, kjo kërkon nijet, kjo kërkon seriozitet, që pasi të hynë në namaz me imamin mos të del deri kur? Deri në selamin e fundit. Ai i cili ka mundësi, kur ne nuk mund t'ja obligojmë dikujt që mos del, ka kaluar ajo kohë. Nuk është në rregull që njerëzit të kritikohen, të qortohen për një gjë që Allahu nuk u ka bë obligim. Ne nuk mund ta qortojmë askand, ne mund ta qortojmë t'i themi për çështjen e farzit. Si ka mundësi me lën Yacin? Kjo është katastrofale. Nuk e fal farzin. Kjo është mjerim i madh. Nuk e çon në vend obligimin. Kjo është rrezik i madh. Farzin. Mirë po për nafile, atëherë vetëm mund të japim një lloj nxitje, ti nxisim njerëzit, qëndro. Nëse ki mundësi qëndro, mos dil, po don me dal. Ki punë, ki obligime, ki problemet e tua, ajo është krejt në rregull. Po ja nuk kam asnjë punë, del me pi kafe. Por sëri është problemi yt, Allahu nuk ta ka bë obligim. Po nëse qëndron, e arrin shpërblimin. Nëse del, e hum shpërblimin. Kjo nuk ka të bëjë me askand, ka të bëjë me vete tona. Ai i cili qëndron me imamin deri në fund, deri në selamin e fundit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, i regjistrohet atij sikur të jetë falur gjithë natën. Subhanallah, sa shpërblimi. Sikur të jetë falur gjithë natën. A mundesh ti mu fal gjithë natën? Prej tash në Yaci deri kur? Deri në kohën e syfyrit. A mundesh mu fal? Valla i vështirë. Nëse qëndron me imamin deri në selamin e fundit, e kish shpërblimin sikur të jesh falur gjithë natën. Elhamdulillah. Ibn Rejebi rahimullah tha, njeriu gjatë Ramazanit i ka 2 lloje të xhihadit, 2 lloje të luftës, me kand, me vetveten. Secili njeri gjatë Ramazanit i ka 2 lloje të xhihadit, ka luftë me kand, luftë me vetveten,
Lufta me vetveten është prej luftrave më të vështira në dunja. Me luftu vetveten, vetvetja jote don diçka tjetër, ti e ndal e çon dikun tjetër. Kjo është luftë e vështirë, është luftë e madhe. Cila lloj lufte është kjo? Tha Ibn Rajab el-Hanbali rahimullah, tha e ka një lloj të xhihadit ditën, një lloj të xhihadit natën. Xhihadi i ditës është të qëndron agjërueshëm. Ndoshta të hahet, ndoshta të pihet, ndoshta ki nevoja tjera, mirë, po ban luftë me vetveten, nuk ka me ngranë. Nuk ka me pi, i vendon vetvetes një bllokat të madhe. Por çfarë? Por hir të Allahut Azza wa Jall. Kjo është xhihad, është luftë me vetveten që jo do ta ndalosh vetveten. Kjo është lufta e ditës. E natën tha gjithashtu e ka një xhihad, cili është ai xhihadi i namazit të natës. Të ban luftë me vetveten, a do të qëndroj ajo? E fala farzin, a me dal ajo? Nefsi çka të thot? Thot dil. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çka të thot? Thot rri. I fal 4 rekat, 8 rekat, nefsi çka të thot? Ball ke fal. Ai ka njerë që as farzin se falin. Ti farzin e ke fal, sunetin e ke fal, 8 rekat i ke fal. Dil, ball për sonte, nesër fale komplet. Ashtu të thot, ashtu gjithve ju thot. Mirë po, imani thot ndryshe. Imani çka thot? Ri, qëndra për hir të Allahut Azza wa Jall. U bën 12 i fale. 12, dil. 20, pas 20 dil. Së paku qofte edhe çato 3 rekat, së paku atë vitrin, leje e fal ma vonë të shtëpia. Ama imani çka thot? Ri. Ri, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë ri, se nëse qëndron deri në fund, e fiton shpërblimin. E arrin shpërblimin, e tash ti në këtë rast, në këtë moment çka të kërkohet? Të kërkohet luftë. Nëse qëndron e fitove, nëse nuk qëndron e humbe. Kjo luftë është prej luftrave të vështira, nuk është e lehtë. Besimtari duhet të lufton me vetveten çdo herë. Për të agjëruar, duhet luftë me vetveten. Për të falur, jo vetëm tash në teravi, çdo herë në namazin e sabahut duhet të luftosh me vetveten që të ngritesh. Për ta bën një ibadet, duhet luftë me vetveten. Mirë, po ai i cili qëndron e arrin shpërblimin e Allahut Azza wa Jall. E tash në namazin e natës, ai i cili falet teravi, namaz nate, sa rekat të jetë mundësia që ai t'i fal e arrin shpërblimin. Nëse është vetë, ka mundësi t'i fal disa rekat të caktuara, nëse është me imam, sa i fal imami, i falin edhe xhamati. Nëse është vetë në shtëpi, sidomos gratë, po dikush që s'ka mundësi të del në xhami, sa ka mundësi që t'i fal? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam zakonisht i ka falur 8 rekat. Zakonisht, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka falur 8 rekat dhe vitrin. Në Ramazan dhe jashtë Ramazanit. Aisha radiallahu anha tha, nuk i ka shtuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në jetën e tij asnjëherë ma shumë se 8 rekat. 8 rekat dhe namazin e vitrit. Mirë, po pastaj ulemat kanë ndryshuar mendimet. Për çfarë arsye? Për arsye se ato 8 rekat të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kanë qenë shumë të gjata. Dhe njerëzit ndoshta nuk munden me bo sabër. Sahabet në disa raste e kanë pas vështirë të bëjnë sabër. Sa ka qenë namazi i natës i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka qenë aq i gjatë. Sa që Hudhejfe radiallahu anhu thot, u lidha në namaz natë, pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe u fala. Filloi pas surës Fatiha, surën Bekare. Surën më të gjatë në Kur'an. Thash do t'i lexon 100 ajete. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do ta zgjat, do t'i lexon 100 ajete. I lexoj 100 ajete dhe nuk u ndal, vazhdoj më tutje. Thash subhanallah, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka me lexu krejt surën Bekare. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e lexoi krejt surën Bekare. Prita tashmë
me ra në ruku, mirë po, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pas surës Bekare filloi surën Nisa. Tha subhanallah, do ta lexon edhe surën Nisa. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e lexoi edhe atë. Prita që tashmë do të bjen ruku. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e filloi edhe surën Ali Imran në një rekat. Në një rekat surën Bekare, Nisa, Ali Imran, të cilat në Kur'an janë 100 e sa faqe. 100 faqe në një rekat. Kjo është namazi i natës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, derisa i ajteshin këmbët. Aisha radhiyallahu anha tha: "Ja Rasulullah, pse mundon veten kaq shumë me tu ajt këmbët në namaz? Ne nuk mund ta paramendojmë. Ne dim në teori, ne kuptojmë këtë fjalë mirë, po në praktik nuk mund ta paramendojmë çka nën kupton një gjë e tillë. Mos me të mbajt këmbët aq gjatë që falesh në namaz." E pastaj shumë ulema e pan të arsyeshme që ndoshta 8 rekat xhamati, po njëjtë edhe imami, edhe ne, edhe hoxhallarët të gjithë së bashku, ndoshta shumë gjatë të qëndrojmë në një rekat. Atëherë i shtuan rekatet në mënyrë që të ketë ma shumë lëvizje, mirë po e njëjta kohë. Kështu që në bazë të medhebit Hanefi, si që falet në vendet tona, teravia është 20 rekat. Dhe kështu edhe në medhebe tjera. Derisa në medhebin Maliki, teravia është 36 rekat. Mirë po nuk është tu problemi, nuk është problemi këtu. Ku është problemi? Problemi është kur 20 rekat mund të falen për 10 minuta. Kjo është problemi. Dhe ne këtu, kur flasim ne, nuk kemi problem me dikant. Nuk kemi të bëjmë me filanin ose filanin, jo. Kemi të bëjmë me kand, me fejnë Allahut Azza wa Jall. Namazi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka qenë ndryshe. Ne nuk mund të amrim, ama edhe mos me mujt me mri as rukun as sejdën. Ti duke ra në sejdë, imami është në këmbë, ti duke u ngrit në këmbë, imami është në sejdë. Ky nuk është namaz. Ky nuk është namaz. Unë nuk mund ta përcjelli para jush leximin e disave, të cilat ndoshta jo në vendet tona, po i gjeni, sidomos rinia i gjen në për video të ndryshme, ku xhamati s'mundet me mbri. Nuk mundet me mbri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Thot unë nuk mundem me thonë 3 herë Subhana Rabbiyal A'la. Tjetri thot unë nuk mundem me thonë asnjëherë, jo 3 herë. Nuk mundesh me thonë, për çfarë arsye? Për arsye se më rëndësia është plotësot numri, pa tjetër të bëhen 20, po si janë ato 20? Po si do që të jenë vetëm të bëhen 20? Nuk është ky qëllimi, nuk është qëllimi i numrit t'i bëjmë 20, qëllimi është i kualitetit t'i bëjmë 20, elhamdulillah, mirë po falemi me qetësi. Falemi në mënyrën më të mirë, falemi të koncentruar, e bëjmë rukun, si ka hije, e bëjmë sejdën, si ka hije, sa të kemi mundësi, dikush ankohet, ndoshta pak gjatë, ndoshta pak ngadalë, ndoshta abdesin, nuk e ki farz. Te duhet ta kemi të qartë, nuk e ki farz, sa të kesh mundësi, nuk mundesh me mbajt abdesit, sa të kesh mundësi, nuk mundesh je lodh, sa të kesh mundësi, nuk mundet të ndryshojmë namazin, të bëjmë sa ma shpejt, se dikush s'ka kohë, sa të kesh kohë, nuk flasim për farzin, flasim për nafile vullnetare, sa të kesh mundësi, elhamdulillah falu, mirë po, qofshin edhe 2 rekat, le të jenë 2, jo 20, 2 le të jenë, ama le të vlejnë para Allahut Azza wa Jall, kur dalësh para Allahut, ti gjesh, unë i kam falë 2 rekat, në ahiret, i ki në peshore 2 rekat. Unë i kam falë 20, në ahiret nuk gjenë as gja. Kur namazi nuk ka as fatiha, as ruku, as sejdë, as gja, ne nuk jemi, as nuk mund të jemi të kënaqur me një lloj namazit të tillë. Andaj është më rëndësi
Kualiteti nuk është më rëndësi vetëm numri. Kështu që në disa raste mund të ketë keq kuptime nga dikush i cili mbrini fundit në xhami e dëgjon një fjalë, nuk ka kuptuar asgjë, pastaj asaj fjale i ashton edhe disa muhabete tjera të kota, të cilat nuk kanë të bëjnë me fenë e Allahut asgjë. Kjo është feja e Allahut azza wa jall, nuk bazohet në muhabete, nuk bazohet në tavolina, nuk bazohet duke i rrotulluar cigaret, bazohet ku? Në fjalën e Allahut, në fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ai është udhërëfysi jon, ne në atë rrugë duhet të mundohemi të ecim me shpresë që të arrijmë shpërblimin e Allahut azza wa jall. Elus Allahun azza wa jall që Allahu të na pranon namazin ton. Allahu të na pranon agjërimin ton. Allahu të na pranon lutjet tona. Allahu të na pranon hatmet tona. Allahu të na pranon sadakat tona. Gjitha ibadetet Allahu të na pranon. Gjunahet tona të na fal dhe të na pastron. Gabimet tona Allahu të na përmirëson, nga dënimi i tij të na shpëton, në Jannatul Firdaus të na bashkon. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.